Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info D të fundit për këtë javë. Kryeministri Albin Kurti gjatë ditës së sotme ka thënë se do t'i ftoj partitë ose liderët e partive politike opozitare për të shqyrtuar një marrëveshje, arritjen e një marrëveshje për ta zgjedhur presidentin e vendit në mënyrë që t'i shmangen shkuarjes në zgjedhje, pasi siç ka thënë ai nuk duan që ti përsërisin vitin e kaluar ose zgjedhjet e kaluar kur kishin 4 palë zgjedhje dhe se qytetarët janë lodhur dhe nuk duan një gjë të tillë, por duan që të kenë institucione të konsoliduara dhe të vazhdohet mandati i plot i qeverisë, kuvendit dhe institucioneve të tjera. Ndërkohë Vjosa Osmani ka paralajmëruar në formë direkte se mund të jetë pjesë e LDK-s ose mund të rikthehet në ish-partinë e saj LDK. Këtë e ka paralajmëruar edhe kryetari i saj Lumir Abdigjiku, i cili ka thënë se do t'i bashkoj të gjithë institucionalistët rreth lidhjes demokratike të Kosovës dhe se duhet t'i lënë anash të gjitha egot dhe mos pajtimet që kanë pasur në të kaluarën me zvete. Për të diskutuar për këto dhe temat e tjera, do t'a kem në studio, në fakt një lidhje direkte, me që nuk ka rritit të ishte në studio, opinionistin Astrid Gjocaj, por se por juftoj që t'i ndiqni lajmet kryesore të ditës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se do t'ju dërgojë ftesë liderëve të partive opozitare për takim qysh në fillim të javës së ardhshme. Ai ka thënë se duhet një marrëveshje me opozitën për të zgjedhur presidentin në mënyrë që të shmangin zgjedhjet dhe të mos e përsëritin vitin 2025. Sipas tij, qytetarët e Republikës presin prej tyre stabilitet institucional dhe jo zgjedhje të përsëritur. Unë besoj që kemi një çështje që tash ndodhet në gjykatën kushtetuese, ndërkaq theksi duhet të vihet tek fakti që në vitin e kaluar kemi pasur 4 palë zgjedhje dhe unë jam i bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025, viti 2026 është vit i ri. Nuk është as e drejt, as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Prandaj është e domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit. Unë besoj që me krerët e partive opozitare duhet të takohemi dhe unë qysh sot do t'ju dërgoj ftesa për të takuar në fillim të javës ardhshme. Kryeministri Albin Kurti i është përgjigjur deklaratës së presidentes Vjosa Osmani sa i përket caktimit të datës së zgjedhjeve më 28 dhjetor. Ai tha se nuk ka qenë mundur që të mbahen më 21 dhjetor e as më 4 janar. Zgjedhjet e fundit janë mbajtur me 28 dhjetor. Për bindjen time të fuqishme, zgjedhjet nuk ka qenë mundur të mbahen me 21 dhjetor, për shkak se ekziston edhe shkresa nga Sekretariati i Komisionit Qendror Zgjedhor, që thotë që e kanë të pamundur organizimin e zgjedhjeve për 21 dhjetor për të përmbushur afatet e domosdoshme kohore lidhur me sfidat teknike e logjistike. Mos harroni që ne kishim në tetor dhe nëntor 2 raunde të zgjedhjeve lokale dhe hym në procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare ende pa u bërë certifikimi i zgjedhjeve lokale. Prandaj nuk ka pasur mundësi tjetër për datë përveç se 28 dhjetor. Nëse dikush do të mendonte që ka qenë mundur të organizohen zgjedhjet me 4 janar, as kjo s'ka qenë mundur për shkak të aspektit buxhetor. Dekreti për shpërndarjen e kuvendit është jo kushtetues, thot kryetari e Alternativës, Mimoza Kusari Lila. Ajo është e bindur se një gjë e tillë do të konfirmohet dhe nga gjykata kushtetuese, madje shton se për zgjedhjen e presidentit duhet pritur afatin 60 ditor, pasi në seancën e 5 marsit vetëm kanë nisur procedurat. Po besoj kjo pyetje është pyetje me një adresë tjetër. Me presidentën Osmani kemi pasur bashkëpunim dhe uroj që në cilin do kapacitet do vazhdojmë ta kemi, por sidoqoftë
vendimarrja politike përcaktohet me shumicën e votave, ndërsa në rastin konkret si kandidate e propozuar potencialisht nga grupi parlamentar pjesë e cilit isha deri në emërimin tim si ministre në qeverinë e Kosovës, u pa se nuk ishte mjaftueshme për zgjedhjen e saj. Prandaj kjo pjesë tjetër pastaj është histori për cilin mund të diskutojmë në të ardhmen e afërt ose të largët. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rustemi, ka reaguar pas publikimit të komenteve të presidentes Vjosa Osmani, dërguar në gjykatën kushtetuese, ku ajo ka thënë se edhe aktorë të Lëvizjes Vetëvendosje, përfshirë kryeministrin Albin Kurti, kanë thënë publikisht se 5 marsi ka qenë data e fundit kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. Padyshim se do të ishte mirë dhe ka qenë pritje legjitime që presidenti të zgjidhej deri më 5 mars, por kjo nuk nënkupton në asnjë mënyrë që kuvendi duhet të fushojë përpjekjet për ta zgjedhur presidentin brenda afatit 60 ditor nga dita e nisjes së procedurës. Është më tepër, kjo nuk do të thotë të shpërndahet kuvendi arbitrarisht dhe në kundërshtim me kushtetutën, ka shkruar Rustemi në Facebook. Me 4 vota për, Arjan Gashi është zgjedhur kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ndërsa Dardan Vuniqi është zgjedhur zëvendës kryesues i KPK-s. Pas procesit të fshehtë të votimit për këtë proces, ushtruesi i detyrës të kryeprokurorit Agron Çalaj tha se mandati i Arjanit Gashit si kryesues i KPK-s nis nga data 13 mars 2026. E pasi mori pozitën e kryesuesit të KPK-s, Arjan Gashi u zotua se këtë detyrë do ta ushtrojë me panshmëri. Me 4 vota për, me 4 vota për, zoti Arjan Gashi zgjedhet kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Këtu kishim 2 vota për zotin Milat Krasniqin. Gjitha flet votimet janë të rregullta. Mandati i zotit Arjan Gashi fillon nga data 13 mars 2026 dhe zgjat deri në përfundim të mandatit si antar i Këshillit. Ky besim për mua përfaqëson një përgjegjësi të madhe dhe një angazhim të veçantë për të ushtruar këtë detyrë me përkushtim. Zotohem që detyrën të cilën ma keni besuar do ta ushtroj me panshmëri, transparencë dhe profesionalizëm, duke respektuar çdo herë kushtetutën dhe legislacionin e fuqinë të Republikës së Kosovës. Angazhimi im do të jetë i vazhdueshëm për forcimin e integritetit, llogaridhënies, pavarësisë dhe efikasitetit të sistemit prokurorial. Ky kandidim bazohet në misionin dhe vizionin tim. Forcimin e përgjegjësisë institucionale, rritjen e efikasitetit, fuqizimin e besimit të publikut në sistemin prokurorial. Angazhimi im do të jetë që kompetencat dhe përgjegjësitë e Këshillit të ushtrohen në përputhje të plotë me ligjin, me parimet të sundimit të ligjit, pavarësisë institucionale dhe llogaridhënies. Një prioritet i rëndësishëm do të jetë edhe përmirësimi, organizimi, menaxhimi dhe mbikëqyrjes së prokurorive në mënyrë që të rritet profesionalizmi dhe efikasiteti në sistemin prokurorial. Mbrojtja e konsumatorëve, informimi i qytetarëve dhe kontrolli i produkteve në treg janë elemente kyçe për garantimin e sigurisë së produkteve. Këto u tha në tryezën e diskutimit me temën Produkte të sigurta, konsumator konfident, e organizuar nga Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrëtisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Rastisi që në këtë muaj të ballafaqohemi edhe me sfidën e furnizimit me derivate, një sfidë e cila vije si rrjedhoj e ngjarjeve gjeopolitike jo afër nesh, por definitivisht me ndikim tek madh tek ne, për faktin se gjitha derivatet që blihen në tregun ton janë të importuara, andaj edhe masa e parë që u mor në fillim të këtij muaji me 4 mars kishte të bënte në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve në raport me lëvizjet që mund të bëhen të pakontrolluara për çmimin e naftës. Element tjetër shumë i rëndësishëm për sigurinë e produkteve është edhe informacioni që ofrohet për produktin. Këtu po përmendim etiketat e produkteve, të cilat përmbajnë informacioni etike për konsumatorët, si përbërja e produktit, mënyra përdorimi, data e prodhimit apo skadimit. Çështja e etiketës është rregulluar prej koshtash edhe me ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, prandaj paraqet një kategori të veçantë të ankesave në kuadër të departamentit.
Këtu mund të përmendim ankesat që kanë të bëjnë me datën e skadimit të produkteve që marrim shembull vetëm gjatë vitit 2025 kemi trajtuar më shumë se 200 ankesa të këtyre natyrave. Shqipës ndëruar, kemi djegur kështu lajmet kryesore të ditës dhe tani është koha për bisedën me të ftuarin tanë, i cili është në lidhje direkte. Zoti Gjocaj, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Gjocaj, kur ende kemi një lëndë në gjykatën kushtetuese dhe është një masë e sigurisë ose masë e përkohshme, themi më saktë, ndaj kuvendit dhe presidentës, të cilët nuk mund të zhvillojnë punën e tyre, as t'i shpallë zgjedhjet presidentja, por as kuvendit që të zhvilloj punën normalisht. Kryeministri Kurti tha se sot pas dite gjatë një vizite që e pati në QKK, tha se do t'ju dërgoj një letër ose një ftesë liderëve të partive opozitare për takim qysh në fillim të javës së ardhshme për diskutu për një marrëveshje për ta zgjedhur presidentin. Si e pat ju këtë kur ende kemi një masë të sigurisë të gjykatës kushtetuese? Po, këto marrëveshje dhe këto komunikime besoj që ka qenë dashur me ndodhë shumë më herët dhe nëse me disa se ka ndodhur me disa parti, me disa nuk kanë arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit dhe tashti në këtë situatë mendoj që nuk është që ata mund të takohen, mund bisedojnë, por nuk besoj që mund të jetë një zgjedhje e kësaj situate ose ndalja nga kjo situatë për shkakun se çka nëse gjykata kushtetuese konstaton sepse do të afatet kushtetuese janë në rregull dhe që ne do të shkojmë në zgjedhje brenda 45 dite dhe atëherë cili do të jetë efekti ose cili do të kishte të bënte sens ky takim dhe kjo ftesë. Po, dhe kur ta shikojmë në anën tjetër, çfarë përgjegjësie ose çfarë arsitimi duhet t'u japim qytetarëve të Kosovës, kur do të thotë nëse ekziston një konsenzus politik, është dashur me ardhmë, më kriju ky kompoziteti politik dhe tani ne të tregojmë se kemi arritur një marrëveshje pasi që vetëm se kemi humbur për një muaj ditë kohë të panevojshme dhe kemi kriju tensione politike të pasigurisë dhe kemi kriju një farë lloj kompoziteti se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Pavarësisht që unë besoj që këtu kanë hyrë në një rrugë ku zgjedhjet janë të pashmangshme, po vetëm është çështje data apo kohe se kur do të organizohen për shkak se kanë hyrë në disa aparte kushtetuese, të cilat besoj që vështirë do të kthehen mbas ose do të kemi të bëjmë me një shkelje kushtetuese të i pranuar dhe vetë institucionet të shkelje për të shmangur ndonjë palë zgjedhje të reja dhe për ndonjë do të thotë i situatë që nuk duhet ose nuk është e pavarëshme politike për vendin. Për ndryshe në kushtet normale dhe në kushtet të rregullta, mendoj që vetëm në disa afate ligjore dhe kushtetuese ne vetë kemi hyrë dhe këto besoj që vendimi kushtetueses do ta shpjegojë dhe do ta qartësojë më së miri në momentin që do të vijë. Po, Aset, po megjithatë do duhet që partitë opozitare edhe a mendon që do të shkojnë në këtë takim që do të ftojnë, do të ftojë kryeministri Kurti me qenë se lënda është ende një kushtetuese dhe ende s'ka një vendim dhe pa pas një vendim si do të merresh vesh për zgjedhjen e presidentit pa qenë vendimi publik i gjykatës kushtetuese, kur dihet se nuk e din se si do të merr vendim ajo, a do të shkoj t'ja aprovoj dekretin presidentes apo do t'i jap kohë? Nuk e di tash se do të vendosin partitë sepse ato me siguri veprimet e tyre kanë kalkuluar në bazë të asaj se çfarë opinioni do të krijohet në popull dhe në të qytetarët. Ndoshta mos shkuarja në takim mund të konsiderohet si do thotë pjesë e pojit sepse po dojmë të çuvanë zgjedhje me çdo kusht ose kundërta. Nuk e di Aleonca nuk ka qenë në ftuar më herët, nuk e di nëse Ramushi unë besoj që sipas asaj se si është usillet dhe qendrimet politike që ka pasur Ramushi, besoj se ka më refuzuar ftesën. Ndërsa për PDK në LDK nuk e di, para se vim këtë situatë, kanë qenë takim dhe i ka pranuar ftesat, por tash të kësaj radhe nuk e di se nëse do t'i pranojnë ftesat dhe do të shkojnë takim për shkak se, siç thash më herët, tash kemë bojnë me kalkulim të votave dhe kalkulim të fushatës veprime që mund të bëjnë në këtë fazë. Edhe ndoshta mund të përgjigjen ftesës për shkakun që të harxojnë këtë kartën ose këtë hakmarrjen që ka ndodhur dhe herën e kaluar si parti që po janë pengesë dhe si parti që për shkakun e tyre dhe pengesave që po i qesin bëjnë vendin në zgjedhje. Edhe prapë po e ripërsëris, pavarësisht se nuk besoj që ky takim
ka me qenë zgjidhje e këtij problemi dhe që do të jetë një tejkalim i kësaj situate për të mos shkuar në zgjedhje. Po, a beson që ka, si me thonë, vend që të arrijet një marrëveshje, zoti Gjocaj, mes edhe PDK-s, ta themi, për një president që, si që kanë kërkuar ata, tjetë nga PDK-ja ose i propozuar nga PDK-ja, dhe vetëvendosje me partnerët e saj brenda koalicionit ti mbështesin. Duke qenë se para se të merrej ky dekret nga presidentja, nuk u arriti marrëveshje. Besoni që tani mund të arrijet kjo marrëveshje? Unë do doja që të kishim një marrëveshje të tillë para datës 5 mars, dhe të kishim një president të ri tash, se nuk pas ishim duke bërë këtë bisedë fare. Po të ju nis për qëndrimet që kam pas deri tash, nuk besoj që do të ketë një marrëveshje ose një konsensus. Në të kundërtën, cili do subjekt që do të pranon, do të tregoj një lloj pa përgjegjësie dhe një lloj thjesht një lojë që mund ta ketë bërë me vetdije, për shkakun se nëse sot vetëvendosja pranon propozimet e PDK-s, pse nuk i pranoi para 5 marsit, dhe nëse PDK-ja do të pranojë që të votojë një kandidat nga vetëvendosja, atëherë pse nuk e bëri para 5 marsit. Dhe nëse sot ndodh cila është arsyeja ose çka ndryshojnë mes këtyre dyjave ose mes këtyre emrave, kur kem bëjmë vetëm për disa ditë, themi as 2 javë të plota, nuk janë prej datës që çdo të jetë kjo marrëveshje. Po gjithsesi, këtu e pas parasysh që këtu jo shpesh partitë kanë treguar që nuk kanë ndonjë përgjegjësi ose ndonjë moral politik, dhe kanë bërë veprime që kanë qenë kontraverse ndaj atyre që kanë bërë më përpara ose ndaj atyre që kanë thënë dhe kanë vepruar ndryshe, nuk ka që të befasona edhe nëse do të ndodhë. Pavarësisht se mbas të asaj që ne vlerësoj e kom pa dhe mbas një logjike shnosh se si kanë shku gjona deri tash mes këtyre subjekteve politike, nuk e besoj që do të kemi një marrëveshje, thjesht do të kemi një tendencë tash të ka filluar një parafushat që të gjendet fajtori dhe të hidhet, si thos fjala popullit, topi e njëri tjetri derisa të shkollet data dhe të filloj fushata zyrtarisht. Është një veprim politik, mund ta quajmë kështu, dhe vendimet që do të merrin subjektet karshi kësaj ftese, prap do të kenë bënë me veprime politike parazgjedhore, po jo me veprime partijake ose të aserit të atyna parimeve edhe atyna qëndrimeve që kanë shprej deri sot. Po, megjithatë Kurti po thot ose po insiston që duhet të shmangen zgjedhjet, sepse e kishin një vit 2025-ën vit të humbur pikërisht me 4 pol zgjedhje dhe një ngërsh një krizë politike. Mendoni se e ka seriozisht themi këtë insistimin e tij që t'ju shmangen zgjedhjeve e të arrijë një marrëveshje për ta zgjedhur presidentin e vendit? Si partia në pushtet ose partia e parë në Kuvendin e Kosovës, e vetëvendosje, po si partitë opozitare po ta kishin seriozisht çështjen e një zgjedhje të çështjes presidentit. Këto diskutime do të fillonin nga data e certifikimit të zgjedhjeve, kur diskutohej krijimi i institucioneve të reja, do duhej të ishte pjesë e diskutimeve edhe pjesa e presidentit, ose mas vonti deri në momentin kur është zgjedh qeveria dhe kuvendi është plotësuar, do thotë është kriju kuvendi i Kosovës, është zgjedhur qeveria e Kosovës, nga ajo ditë është dashur të fillojnë diskutimet dhe marrëveshjet, do të ishte një vullnet për të zgjedhur dhe për të kaluar krizën, sepse ne kemi pas një praktikë të keqe në vitin e kaluar, kur ishte çështja e kuvendit të Kosovës, që patëm një ngërç politik për muaj të tërë, i cili asgjë nuk prodhoi pozitive përveç dallme që i bani vendit, Kosovës edhe qytetarët që i maltretoi dhe i stresoi pa nevojë për muaj të tërë. Do thotë partitë politike do duhet të vetëdijsoheshin që ngërçet të tilla nuk i kontribuojnë as vetë subjektin politike, po as më pak vendit, sepse ai ngërç që ndodhi nuk solli as një gjë të re ose të favorshme, ose nuk bëri ndonjë ndryshim pozitiv për të ardhmen, thjesht ishte një humbje kohe disa mujoshe që këtë fakturë të kësaj humbje dhe ky dëm që është bën është faturuar në kurrizën e qytetarëve të Kosovës, në kurrizën e shtetit Kosovës, sepse ne i dim me çfarë është përballë Kosova në këtë periudhë kohore dhe se çka ka ngaluar qytetarët e Kosovës duke qenë nën etë, nën ankth, nën presion se a do të kemi institucione, a do të kemi paga në këtë vit, a do të kemi këtë, a do të kemi atë, dhe thjesht kjo është dashur të jetë shembull dhe të thirrë mendjes që situata të tilla para se të marrin veprime konkrete, të mendojnë shumë pjekur politikisht, po dhe të mos i lojnë rastit ose momentit fundit.
këto farë veprime tashtë dhe këto farë vullnetet edhe entuziazmi i pakuptueshëm spontan për të gjetur zgjedhje nga gjitha subjektet politike, është thjesht një kalkulim politik, por jo një vullnet i vërtet i poster, sepse këto kanë treguar mas mjeti kur kanë qëndruar thuajse një muaj pasi që është kriju gati qeveria, pasi që kanë kriju institucione tjera, pa u diskutuar dhe pa u ndërtuar për presidentin e Kosovës. Po, Gjocaj, a ju friksohet zgjedhjeve të reja Albin Kurti edhe vetëvendosje më që më nuk do ta kenë Vjosa Osmanin në krah, ta themi kështu, sepse ajo ishte presidenti dhe jo zyrtarisht normal nuk e ka përkrau, por edhe Kurti sot në një prononcim për media tha që nuk është e vërtet ajo se çka thënë Osmani që ja ka dhuru 28 dhjetorin si datë, kështu po them thojë ja ka dhuru, sepse ka vendosur ashtu siç ka dashur vetëvendosje, me që as edhe KSZ-ja kishte thënë që nuk mund të organizohen zgjedhje me 21 dhjetor. Prandaj e vetmja datë ishte 28 dhjetori dhe nuk ishte kjo caktim domethënë nga Osmani, por për hatër të vetëvendosjes, por sepse ashtu kërkuaj edhe nga KQZ-ja. Mendon që ju friksohet? Po, shiko, faktikisht gjitha partitë politike duhet të friksohen qytetarëve sporti, sepse thjesht kanë treguar një papjekuri të përgjegjësi politike të jashtëzakonshme në këtë periudhë kohore prej zgjedhjeve të 9 shkurtit të vitit kaluar. Po, sigurisht që çdo plasaritje, çdo përçamje në subjekte politike thjesht do duhet ishte një frikë për shkak se nëse sa do pak do të jetë dami në syrin tonë si qytetar, po brenda subjekt politik dami vrehet dhe mund të jetë më i madh se sa që ne e mendojmë ose e presim, dhe të e pas parasysh që ne ngërçe të tilla politike po kemi duke e pas një parti me 51%, atëherë secila do të jetë qëndrimi të armja politike e atij subjekti, por mund të jetë nën atë përqindje ose mund të ketë një subjekt të ri politik që mund ta ketë pjesë të skenës politike të Kuvendit Kosovës, duke pas parasysh atë armiqësinë që ka krijuar ose pak nacisë janë krijuar tash, nëse bashkëpunimi pas zgjedhjeve mund të jetë hala më i vështirë me këtë pjesë të subjektit ose nëse jo në subjekt tjetër me subjektin me këta njerëz brenda vetes. Dhe sigurisht që kjo është një ndoshta një ta quajmë frikë ose një pasiguri e vetëvendosjes nëse do të jetë prap partia parë me këtë përqindje dhe me këtë numër të deputetëve që ka aktualisht. Sa i përket asaj datës 28 dhjetorit, thjesht këtu e shoh një pasinqeritet dhe një pamoral politik të presidentit të Kosovës, sepse po në të njëjtën pyetje që është bërë në datën kur është caktuar 28 dhjetori, ka deklaruar publikisht para mediave, sepse ajo ka vendosur në bindjen e vet lirë dhe pa ndikim dhe pa i kryer argatas që bën kërkujt, madje një gazetare kur i ka pyet se nëse po i kontribon pa vetëdijshëm Kurtit, ka thonë sepse ajo është shumë e vetëdijshme për veprimet e veta dhe nuk ndikohet nga Kurti dhe nga askush tjetër. Ndërsa sot për interesa personale dhe hakmarrje politike, nga që nuk mori atë që ka menduar që e merr dhe ndoshta ju ka premtuar në tavolina private, ajo sot del dhe tregon se si ja dha 28 dhjetorin vetëvendosjes, se si i priti mërgjimtarët, se si ishte në shërbim të Albin Kurtit gjatë gjithë kësaj kohe, dhe tregon një fytyrë të vërtetë, një presidenti që nuk pas ka qenë asnjëherë konsensual, por pas ka qenë president në shërbimin e një subjekti politik, dhe për mendimin tim, kjo e bën hala më të arsyeshme mos propozimin e saj për presidentin nga lista e vetëvendosjes dhe ndoshta më të pakuptueshme nëse do të zgjedhet presidentën të ardhmen, sepse vetë se pe tregon atë qëndrimin dhe atë personalitetin e saj politik, që nuk do të jetë asnjëherë presidente e unitetit, nuk do të jetë asnjëherë presidente që i përpason interesat e qytetarëve dhe që përpason gjithë spektrin politik, po do të jetë presidente e asaj klase politike ose atij subjekti i cili ja mundson mandatin. Po, a mendoni që megjithatë këtë sjellje të saj tani që e keni parë, themi duke lënë pezull, a do të kandidoj me një listë të saj apo rikthimin e LDK, se e sheh pozicionin e saj, zotë Gjocaj, të presidentes Osmani pas 4 prillit kur edhe i s'ka dhënë mandati i presidentes vendit, cili sipas jush do të jetë rruga e saj, krijimi një listë të përbashkët, po themi këtë duke e parë edhe dërheqjet që janë duke vazhduar çdo ditë nga lista Guxo dhe duke dalë në mbështetje të Osmanit. A është një parapregaditje e saj që po e krijon një listë të re zgjedhore e me cilën
do të garoj vetë, apo mund tjetë, ose mund t'i bashkohet, themi, Lidhjes Demokratike të Kosovës? Unë tash du të u pak modestin, nuk e di nëse e kom thonë të ju, apo në ndonjë intervistë tjetër, kur është diskutu për ndërheqjen e Lumir Abdigjikut, e kom thonë me një pjesë se mos ndoshta nuk po ndërhiqet sepse pe ruan në vendin për Vjosa Osmanin nëse nuk do zgjedhet presidente. Dhe si duket kjo ka qenë edhe qëllimi, sepse nëse kanë pas një par e parashikimi të kësaj situate ose në ndonjë ndjesi që do të ndodhë dhe do të dim këtë moment, po Vjosa nëse që të ketë pozitë brenda subjektit politik, atër mënyra që ndoshta për ta ruajtur pak atë neutralitetin dhe atë qëndrimin e saj që ka pasur deri sot, mund të krijojë një listë siç kishte krijuar listën Guxha dhe të jetë si pjesë e koalicionit LDK-s dhe ne e dim fatin e listës Guxha se si ka shku dhe si ka ndodhur deri sot. Ndërheqjet që nga vuan sigurisht është një presion që ka i shtohet dhe ka i arrit vetëndosjes, duke i treguar që forcën e saj politike brenda vetëndosjes, po në një formë tjetër është edhe hakmarrjen ndaj listës Guxha, e cila në momentet e fundit ja kthei shpinën, pavarësisht për çfarë se kishte me Donika Gërvallën në këtë periudhë kohore dhe asaj indiferencës që kanë pas njëra me tjetrën, po thjesht momentet e fundit në këtë situatë Vjosa se e ka ndjetë tradhtinë e listës Guxha për shkak të mosgatishmërisë tyre që trashtohen si subjekt politik pra Vjosa Osmani, të jetë emër i vetëm për të zgjedhur presidente. Besoj që po, kjo është ose po përgatitet që të shkojë si ekip brenda LDK-s dhe të jetë pjesë e listës LDK-s me njerëzit e saj që ajo mendon të ketë në listën e LDK-s, ose po tenton të krijojë një lëvizje apo një organizim politik të ri që mund ta emërtoj çfarëdo emërtimi që mund t'i vijë, sepse për të bërë pjesë të KQZ-s si subjekt mendoj që nuk është në kohën e duhur dhe në afatët kohore, po do të jetë si lloj koalicioni siç kishte bërë fillimisht me listën Guxha, që hyri pjesë e koalicionit në listën e vetëndosjes, do të shkojë kështu te LDK-ja, duke neutralizuar këtë kthimin e saj në LDK, po duke e parë si bashkëpunim politik mes LDK-s dhe listës Vjosa Osmanit dhe gradualisht sigurisht do të shkrihet brenda LDK-s dhe do të jetë pjesë e saj siç ka qenë. Po në këtë pjesë më shumë e shoh edhe një farë lloj dorëzimi të LDK-s para Vjosa Osmanit, sepse ne e dim se LDK-ja sotshme në këtë pozitë politike dhe në këtë gjendje që është me këtë përqindje të votave, është si shkak i mos hapësirës që Vjosa ka menduar që të ka në LDK dhe përçarjes të saj me LDK-n dhe tash kjo dëshira e LDK-s që të rikthejë dhe të japë hapësirën e duhur, është ndoshta një lloj dorëzimi para figurës Vjosa Osmanit dhe fuqisë së saj dhe po tenton që të përmirësojë gabimet që ka bërë. Edhe për Vjosën është e mirë se ardhi në këtë pozicion politik, nga që e përvoi presidenten përmes vetëndosjes dhe tash që është injoruar dhe thjesht nuk është përfill forca e saj politike apo dëshira e saj që të presidente, po tenton që të kthej hakmarrjen atyre siç ja bëri LDK-s kur shkoi andej, tash të kthej atyre duke ardhur LDK prapë. Po, megjithatë, zoti Gjocaj, e kemi parë një reagim të deputetit Hoti, ish kryeministit nga kjo parti, i cili ka thënë se LDK-ja ka rend shtëpie, ka zot shtëpie dhe duhet të mendoj edhe ata që kthehen që ja kanë shkaktu pasojat e mëdha, të cilat LDK-ja dhe tash e 5 vjet po i vuan, duke u referuar Vjosa Osmanit pikërisht me atë që ndodhi para 5 viteve, sepse tha që i ka dhuru shumë LDK-ja Vjosa Osmanit duke kandiduar për kryeministre, pastaj duke e bërë kryetare të Kuvendit dhe në fund shkoi andej pra me vetëvendosjen dhe i shkaktoi dëme edhe pasojat e mëdha LDK-s. Mendoni që do ta pranojnë gjithë LDK-ja, gjithë anëtarët Vjosa Osmanin? Unë mendoj, deputeti Hoti në këtë rast është konsistent mendimet e tina karshi Vjosa Osmanit dhe një pjesë të LDK-s. E kam përcjellë ndër vite kur qëndrimet e tina dhe pakënaqësitë e tina kanë qenë kopaskoshme për Vjosën edhe disa figurat e tjera. Po thjesht nuk e di nëse dëgjova nëse zgaboj po ta shkutje. Po, se po ka pasko shkutje ka pak. Thjesht do të thotë Hoti nuk është vetëm kundër Vjosës, po ka një pjesë të kryesisë së LDK-s që kanë qenë publikisht kundër edhe Lumire që jetë kryetari i LDK-s. Po ndodhi si ndodhi dhe këto kanë qenë publike edhe në Kuvendin e LDK-s që ndodhi, po dhe me qëndrimet që kishte kryesia ngushtë e LDK-s duke bërshi dhe disa figura që tashmë janë deputet Kuvendit të Kosovës.
po normal që nuk besoj se mirë pritet ndoshta prej gjithëve për shkak se zhgënjimi mund të jetë më i thellë se sa kjo farë vetëmjasie që po rikthehet dhe mund të arritet LDK-ja dhe sigurisht që shpresoj që ndoshta nuk do të ketë ndonjë plasaritës e përçarje tjetër të LDK-s nëse Vjosa do të kthehet me pjesën e saj, sepse pastaj do të ketë një garë tjetër e brendshme me inate dhe me tendenca për të përjashtuar njëra tjetrën. Po, se si do të rrjedhin këto, ta shohim, ndoshta dhe do të heshtin për shkak se interesi tyre mund të jetë që të arrisin LDK-n dhe të kthehen përsëri si forcë politike e dikurshme që ka qenë dhe të jenë pjesë i qeverisë, se gjë që e pretendon secili subjekt politik aktualisht. Po, Gjozaj, mendon që është i vëndshëm si me thonë, kjo thirrja dhe ky vendimi i kryetarit Lumir Abdigjiku që ti bashkoj të gjithë institucionalistët, siç ka thënë ai, rreth LDK-s për të ardhmen dhe t'i lani natët edhe themi ato egot e mëdha të secilit, duke filluar edhe nga ai personalisht si kryetar, sepse tash e 5 vjet është kryetar partie. Mendon që është e vonë kjo, sepse shumë është kritikuar jashtëzakonisht shumë për shkakun se aktivistë të rëndësishëm edhe të gjatë të LDK-s janë përjashtuar në farë forme, siç është Agent Velive plot tjerë. Ja, kjo isha duke menduar gjatë kohës së bëj pyetje, isha ka mendoj se do thotë Lumir më së miri të kupton se egoizmi brenda LDK-s e ka shkaktuar dhe ka lënduar LDK-n deri në këtë pikë. Edhe nëse dikush do të ndjej fajtor për këtë egoizëm, pasi që ka ardhur, besoj që është Lumiri, për shkakun se ne dhe listën e fundit për deputet kem pa për figurave të rëndësishme kyçet LDK-s që kanë shpreh publikisht pakënaqësi rreth asaj liste dhe që kanë konsideruar veten të përjashtuar për asaj liste, e që do të thotë ka qenë si vendim i kryetarit dhe kryesisë të LDK-s. Dhe ndoshta kjo ka bërë që Lumiri me reflektuar dhe me kuptuar që egoizmi në politik i hakmerret edhe është vetvrasje dhe nuk është as pak forcimi pozicionit vet brenda subjektit. Ndoshta Lumiri atë ka menduar që po bën një reformë LDK, ka menduar që ndoshta po forcon pozicionin e tij brenda LDK-s, por nuk e ka ditë sepse po e rënon LDK-n dhe vetë pozicionin e vet sekretarit LDK-s. Dhe kjo mund të jetë një ndoshta vullnet i tina që të përmirësoj gabimin që ka bërë vetën dhe të tjerëve dhe të lënë këto egoizma politik dhe të forcojnë LDK-n të riorganizojnë, po sigurisht edhe unë mendoj që është pak i vëndshëm duke pas parasysh damin që ka shkaktuar LDK-s, sepse për mua nuk është dam i vogël, nëse prej shkurtit deri në 10 orë ti humb mas paku 5 mandate në Kuvendin e Kosovës dhe kjo për mua është një dam shumë i madh politik dhe nuk është pse ne ka ndarë, si qytetarët ka ndarë, sepse qytetarët ja kanë dhënë ato votat dhe me nënshkurt, po ka qenë një zhgënjim ndaj veprimeve dhe ndoshta asaj se si LDK-ja është riorganizuar për zgjedhjet e dhjetorit, dhe në bazë të asajna se si LDK-ja ka kriju listën për kandidat për deputet dhe emrat që mund t'i ketë futur dhe ata që mund të kenë të jashtë, ndoshta ata që janë futur kanë qenë që nuk kanë pas mbështetje në LDK-s dhe Po, si du... që të janë themelues të LDK-s dhe sigurisht që elektorati i LDK-s është shumë i lidhur me personat e vjetër dhe themelues e saj si subjekt. Ne e dimë se sot edhe vetë Lumiri dhe gjithë anëtarët e LDK-s thirrën po në frymën e Rrogoviane, thirrën po në ata shokë të Rrogovës që krijuan LDK-n, po mund të themi se mas paku sot ka shok dhe frymë Rrogoviane në LDK ose në kryesinë e LDK-s. Dhe kjo sigurisht ndoshta ju ka hakmarr. Po, a është edhe shenjë, do thotë që Vjosa po kthehet në LDK për faktin që e ka dhe në mbështetjen e familjes Rrogova, e kemi pa jashtëzakonisht shumë edhe Ukën duke e si themi promovu edhe bashkësortja e saj. Është kjo një shenjë që e ata e duan brenda LDK-s Vjosa Osmanin, edhe për ta plotësuar këtë pyetje Gjocaj, mendon që nëse del vet Vjosa Osmani me një listë mund ta kaloj pragun? Se për këtë orës, unë mendoj që më shumë se dëshirë dhe dashuri ndaj njëri tjetrit është interes, sepse familja Rrogova ka dëshirën dhe interesin se të arrisë LDK-n për shkakun ndoshta edhe si përkasin si subjekt politik, por asaj lidhjes emocionale që mund ta kemë për shkak të në këtë rast Uka të babait vet edhe si pjesë e LDK-s, sepse Uka është rrit me këtë subjekt dhe pas babën kryetar të LDK-s. Por edhe Vjosa por i kthehet vetëm për shkak të interesave personale, po jo pse ka dashur frymën e Rrogovës të LDK-n, sepse këtë mund ta ketë bërë shumë më herët edhe para zgjedhjeve të dhjetorit edhe të shkurtit,
që të paktën minimalisht ishte transparente dhe mos ishte kjo që po tregon për intervista sot që ka qenë thjesht në dispozicionin e lëvizjes vetëvendosje dhe të kërkesave të saj, po kjo është një bashkim i interesave, është një bashkim i zorit dhe jo i vullnetit të dashurisë ose dëshirës politike për të qenë një umbrell dhe për të arritur LDK-n. Sa i përket se nëse do ta kaloj pragun, nëse do të kemi një listë vetme, nuk e shka shumë favorshme për kalimin e pragut, mund do ta kaloj pragun, po për mendimin tim është më shumë e disfavorshme se sa favorshme ciklim politike. Që e pas parasysh që nuk e dim se çka do të del dhe çka do të paraqitet prapë në të ardhmen gjatë fushatës, sepse vetëm që Albini dhe Vjosa kanë filluar të sulmojnë njëri tjetrin dhe ta përgënjeshtrojnë njëri tjetrin për situata të caktuara, dhe ndoshta edhe të shpërfaqen shumë gjëra që nuk kanë qenë publik ose diskutime apo marrëveshje tyne, dhe nuk e di që kur të nxehet fushata çka mund të del tjetër, që ndoshta edhe mund të mos jetë e favorshme që Vjosa të jetë pjesë e kuvendit. Po aktualisht, duke vlerësuar situatën aktuale, më shumë mendoj që është në disfavor të sajna që të jetë pjesë e kuvendit, se sa në favor nëse do të hynë me një listë e vetme pa ndonjë koalicion tjetër, pavarësisht unë prapë mendoj që ajo për të me hyrë ashtu duhet secili kandidat i saj të shkojë si i pavarur, për shkak se certifikohet si subjekt politik, mendoj që është e vonë hapat procedural, po gjithsesi ajo se si do t'ja bëj prapë mbetet brenda asaj në diskutimit të Vjosës dhe ata që Vjosa i ka pas vetes, që ende nuk po dihet saktë se cilët janë, sepse po ka qëndrime të ndryshme, po shoh shumë të anëtarë të listës goxha dhe deputet që i përkasin kësaj liste, që po kanë deklarime kontroverse, sot po deklarohen sikur të jenë pro Vjosës, nesër më kundër dhe kështu në asnjërin prej ditëve nuk po kanë qëndrime të qarta dhe stabile që ne ta dimë nëse jo me Vjosën. Deri në momentin që do të ketë një shkputje e saktë dhe prerë, atëherë mund të shohim se cila është forca Vjosës brenda spektrit politik në zgjedhjet e ardhshme. Po, dhe për fund, zoti Gjocaj, një pyetje rreth opozitës, sa do të jenë të favorshme zgjedhjet për partitë opozitare nëse shkohet dhe a rrezikon këtu AK-ja të mos e kaloj pragun në qoftë se shkohet, sepse ju e dini që tashmë Haradinaj vetëm ka dhënë ndërheqjen nga posti i kryetarit dhe ka qenë në një proces zgjedhor, megjithatë e pezulloi për shkak të këtyre zhvillimeve dhe mundësisë së shkuarjes në zgjedhje. Dhe është paralajmëruar që tani më s'do të jetë Haradinaj kandidat për kryeministër, por Ardian Gjini, i cili pritet edhe ta pasojë në postin e kryetarit të AK-s. Si shihni, si më thon, këto zgjedhje për opozitën, për partitë opozitare? Opozita mendoj se s'ka shka hupin më shumë, ndoshta vetëm mund të kenë ndonjë përmirësim, po sa i përket aleancës, unë mendoj që aleanca më disfavorshme ka pas 28 dhjetorin me kalu pragun se sa tash. Për shkakun që ajo ndarja që ndodhi dhe ajo farë atmosfera dhe fryma që u bë kundër aleancës dhe përçamja mes Limës dhe Ramushit, por e ka dëshmuar me 28 dhjetor që aleanca aktualisht ende ka një elektorat stabil, e cili sido që të cilët puna Ramushin dhe aleanca nuk e lënë jashtë kuvendit Kosovës. Edhe besoj se kësaj radhe nuk do ta ketë problem të jetë pjesë e kuvendit Kosovës, pavarësisht se Ramushi nuk është që ka dhënë ndërheqje për kryetarit të partisë, por ka paralajmëruar se nuk do të kandidojë në momentin e zgjedhjeve të reja brenda subjektit, gjë që tash për momentin është pezulluar, ka kundër arsyen sepse po shpallën zgjedhjet e reja dhe na duhet një riorganizim. Do të thotë edhe këto zgjedhje, Ramushi do të jetë në krye të aleancës, do të jetë kryetari i partisë. Kam pa që është paralajmëruar si kandidat për kryeministër Ardian Gjini, po nuk mendoj që kjo do të ndikojë negativisht, ndoshta edhe vetëm sa do të ndikojë pozitivisht në aleancë dhe që ta ketë halama sigurt hyrjen e saj në kuvend, për shkakun se ne kemi pas praktika të kaluara edhe në PDK dhe në LDK, kur kryetar të subjekteve mund të jetë dikush tjetër dhe kryeministri dikush tjetër, dhe nuk është që ka pas ndonjë dëm kjo në aspektin e votave ose ta ul në përqindjen që ka pas në vota në zgjedhjet paraprake. Po, Gjocaj, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në Info2 dhe këtë lidhje direkte për shkak pamundësisë për të qenë fizikisht në studio dhe të gjitha këto që i diskutuam. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësi për mua. Dhe është kënaqësi kur bashkë të bashkë. Faleminderit shumë.
Të ndëruar shikues, ne kaq kishim për sonte. Unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne. Ne do të shihemi sërish të hënën. Deri atëherë bashkë, mirupafshim.